Përshëndetje miq, mirë se vini përsëri në kanalin Mëso Anglisht Falas. Në mësimin e sotëm do të mësojmë 20 shprehjet më të rëndësishme që duhet të dish në anglisht. Pa humbur kohë, fillojmë me shprehjen e parë. Shpreha e parë do të jetë si po kalon. Në anglisht mund të thuash How are you doing? How are you doing? Më pas, jam mirë faleminderit po ti, në anglisht mund të thuash I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. And you? Mund të më ndihmosh, ju lutem? Can you help me, please? Can you help me, please? Can you help me, please? Më pas kemi shprehjen nuk kuptoj. Në anglisht mund të thuash I don't understand. I don't understand. I don't understand. A mund ta thuash përsëri, ju lutem? Could you say that again, please? Could you say that again, please? Could you say that again, please? Po kërkoj. I'm looking for. I'm looking for. Sa kushton kjo? How much does this cost? How much does this cost? How much does this cost? Më pas ku është tualeti? Tani, mos harro që në gjuhën angleze për fjalën tualet kemi dy shprehje. Bathroom, bathroom, ose toilet, toilet. Mund t'i përdorësh të dyja. Për shembull, ku është tualeti? Mund të thuash ose Where is the bathroom? Where is the bathroom? Ose Where is the toilet? Where is the toilet? Kam humbur. I'm lost. I'm lost. Më pas kemi më falni ku është. Në anglisht mund të thuash Excuse me, where is? Excuse me, where is? Më pas, a mund të flisni ngadalë, ju lutem? Can you speak slowly, please? Can you speak slowly, please? Nuk flas shumë mirë anglisht. I don't speak English very well. I don't speak English very well. I don't speak English very well. Më pas kemi shprehjen sa është ora. Në anglisht mund të thuash
What time is it? What time is it? What time is it? Do të doja. I would like. I would like. Mund të paguaj me kartë? Can I pay by card? Can I pay by card? Can I pay by card? Më pas shohim 3 shprehjet e fundit për këtë mësim. Telefono policin, në anglisht mund të thuash call the police. Call the police. Call the police. Telefono për ndihmë. Call for help. Call for help. Call for help. Dhe shpreha e fundit, më duhet ndihmë, në anglisht mund të thuash I need help. I need help. I need help. Këto ishin 20 shprehjet më të rëndësishme në gjuhën angleze. Shpresoj që mësimi të ketë qenë i vlefshëm. Faleminderit për vëmendjen dhe shihemi në videon e radhës. Goodbye.